Se ministrja thotë që nuk mjaftojnë vetëm reagimet e këtyre 3 universiteteve, janë pak ne, s'kemi pse të bëjmë ndryshime, s'ka shumë reagime. Po tani, kur thot... Sikur na shpërfill, sikur s'na llogarit, se di. Kur themi mjaftojnë ose s'mjaftojnë, më thonë, unë kam një pyetje me këtë se këtë termin mjaftueshëm. Sa është mjaftueshëm? Po varet kur është cilin sapo si. Kur është mjaftueshëm, domethënë, nuk duhet të matet me numra vlerësimi, mendimi, kritika për një ligj, po duhet matet nga pesha e argumentit. Domethënë, nëse ka një kundërshtim ose një mendim për ligjin i cili argumenton për mangësitë e tij, për qasjen diskriminuese ndaj palëve të ndryshme të interesit, pamundësinë e arritjes së projekteve ose ideve të ndryshme të cilat kërkohen nga ligji për arsye të arsyeshme. Atëherë nuk duhet të masim se a kanë fol 7 universitete ose ka fol një universitet, po argumenti mban ose nuk mban. Dhe që ministrja ndoshta i duket pak që vetëm 3 universitete shqiptare kanë fol, por nëse janë 3 universitete shqiptare, nga gjithsej 3 universitete shqiptare duhet të flasë edhe kjo vetë për vete.